nga Leonard Koja në windowradio.de. Mirëmbrëma miq, përshëndetje dhe mirë se takohemi në Horizont në Window Radio. Ju uroj të gjithëve që të keni kaluar një ditë sa më të bukur, sepse sot është një ditë e shenjtë për dashurinë, por është një ditë e shenjtë për të gjithë ata që kanë një dashuri të vërtetë dhe të sinqertë. Të gjithëve ju uroj të jeni të dashuruar, por më shumë të jeni të suportuar dhe të vlerësuar me njëri tjetrin, sepse dashuria është vlerë dhe don vlerësim. Uroj për të gjithë që të keni dashuri në zemrën tuaj, në shpirtin tuaj, të keni dashuri në rrethimin tuaj, pra të jeni të rrethuar dhe të përmbushur me dashuri, sepse Shën Valentini nuk është thjesht dashuria e një puthje, po dashuria e një luleje. Shën Valentini është ai që pra të gjithë e dimë simbolikën e Shën Valentinit, pra është që ka dhënë jetën apo që është përpjekur për të bashkuar dhe për të frymëzuar dashurinë. Dhe unë ju uroj këtu nga studio qendrore në Gjermani në Window Radio të gjithëve gëzuar. Pra unë jam Leonardi, live nga studio qendrore në Gjermani, ku ne kemi emisionin dhe puntatën e radhës Horizont me të ftuarin e radhës dhe në bashkëpunim me studion në Padova me moderatorën Madiana Nuredini, sepse duke patur parasysh që sot është nata e dashurisë, kemi nevojë që të lexojmë, të recitojmë edhe ndonjë poezi apo ndonjë varg për dashurinë dhe madje edhe të ftuarin e kemi zgjedhur të flasim edhe për dashurinë, por edhe për të tjerat, sepse i ftuari është shumë dimensional dhe është një zë i fuqishëm, qoftë në diasporë, në Itali apo kudo në diasporë, por është me një background jashtëzakonshëm që nga Shqipëria, pra dhe deri më sot, dhe do përpiqemi që ky emision të jetë i shumëllojshëm, jo vetëm për dashurinë, por edhe për dashurinë edhe për të tjerat. Unë do të rikujtoj për të gjithë ju miqtëri, për të gjithë ata që kanë dëshirë të ndjekin në Window Radio. Window Radio ndiqet në disa mundësi, ka disa platforma, pra mund të ndiqet përmes website-it zyrtar windowradio.de. Aty mund të dëgjoni emisionin live, mund të lexoni dhe informacionin që ne përzgjellim nga fusha të ndryshme, pra lajme nga politika, sociale, kultura, showbiz etj. Po ashtu Window Radio ndiqet edhe në 3 platforma, pra është në Radio Box dhe në TuneIn, ku janë 2 platformat më të mëdha botërore. Mjafton që ju të keni njërën nga këto platformat. Platformat janë pa pagesë. Mjafton që ju të shkruani aty Window Radio dhe ne jemi live 24/7, qoftë me emisionet tona, qoftë edhe me muzikën e përzgjedhur nga DJ Bledi. Po ashtu jemi edhe në platformën Radio Shqip, ku është platforma më e madhe e radiove shqiptare. Po ashtu mund të kërkoni edhe në Google Search windowradio.de live dhe ne jemi live edhe me emisionin tani. Faqja zyrtare e Facebookut windowradio.de, mjafton që ju të pëlqeni apo të hyni te kjo faqe Facebooku dhe na ndiqni edhe në emisionin live, po ashtu edhe informacione apo çfarë ne përzgjellim për faqen e Facebookut të Window Radio. Për të gjithë ata që kanë dëshirë të rindjekin emisionin apo nuk kanë mundësi të ndjekin emisionin e plot sonde, emisioni ritransmetohet në orën 3 pas mesnatë me orën e Evropës, pra në orën 21 me orën e Matan Oqeanit, pra për diasporën e Amerikës të Kanadas. Po ashtu ritransmetim është edhe nesër në drek në orën 13 me orën evropiane, pra ritransmetimet ndiqen vetëm në radio, pra përmes këtyre platformave, Radio Box, TuneIn apo Radio Shqip, pra mund të ndiqni edhe ritransmetimin që ne ritransmetojmë në këto orare. Po ashtu është një mundësi tjetër që mund të shkarkoni të gjithë ata që kanë pajisje Android, mund të shkarkojnë Window Radio dhe jemi edhe aty, pra mund të na ndjekin në çdo kohë. Emisioni do jetë regjistruar nesër në YouTube, në faqen zyrtare të YouTube-it Horizont, Window Radio hapësirë.de. Mjafton që të bëni një subscribe dhe do vinë gjitha emisionet tona dhe njoftimet dhe programacionet që ne kemi në Window Radio. Të nderuar miq, për të gjithë ju nuk u kushton asgjë, as ne nuk përfitojmë asgjë, por si ju si ne përfitojmë miq
Nëse ju bëni një shpërndarje në faqen tuaj të Facebookut apo në për grupe të ndryshme ku ju jeni të antarësuar, që të kemi sa më shumë miq dhe kontakte me njëri tjetrin dhe Window Radio të jetë një sofër për të gjithë dhe të gjithë të kenë mundësi të kenë bashkëpunim dhe komunikim me Window Radio. Pra këto janë disa nga mundësitë dhe ju apo kush ka qenë i vëmendshëm e ka parë dhe njoftimin që ne kemi bërë për emisionin e sotëm dhe kush është i ftuar, por unë për të prezantuar të ftuarin do ftoj Madianën, moderatorën dhe kolegen time nga Padova, që ta bëj prezantimin e të ftuarit. Madiana, mirëmbrëma. Po Madiana. Alo, mirëmbrëma. Alo, më dëgjoni? Po Madiana, të dëgjojmë, por ti na dëgjon. Po ju dëgjoj. Të nderuar miq, ti problem kemi patur me Madianën edhe në hyrje të emisionit, kështu që shpresojmë që me Madianën mos kemi probleme. Jo, më falni, kisha fikur mikrofonin sepse akoma nuk më ka lënë gripi. Unë jam shumë e lumtur sot të prezantoj të ftuarin, sepse edhe jam shumë e lumtur që edhe ai pranoi ftesën tonë, sepse mendoj se në këtë ditë të Shën Valentini, siç e the edhe ti, do të ishte përfaqësuesi më i denj që të urojmë të gjithë besimtarëve të kësaj feste, gëzuar Shën Valentinin. Dhe ai nuk ka shumë, domethënë nuk mundem të gjej shumë fjalë për ta përshkruar, sepse është, siç e the edhe ti, është i gjithanshëm, ai është një gazetar, një publicist, një shkrimtar, por më shumë, për sa më përket mua, është pjesa që më pëlqen më shumë, ai është edhe një poet. Mirëmbrëma, profesor Ndue Lazrit. Mirëmbrëma Madiana, mirëmbrëma Leonard. Ju falenderoj shumë për ftesën dhe jam shumë i lumtur që jam bashkë me ju sonte në këtë mbrëmje feste. Faleminderit profesor. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Profesor, unë nuk i kam pasur mirë marrëdhëniet me këtë festë. Po e them kështu në përgjithësi. Kam filluar t'i rregulloj nga pak, po besoj edhe si shumë të tjerë, besoj të jem e vetme. Por një nga ndihmat e rregullimit të këtyre marrëdhënieve ka qenë edhe libri juaj, libri me poezi, Dita që lind në syrin tënd. Faleminderit. Është një libër i mrekullueshëm. Është një libër me poezi që të gjithë dëgjuesve të radios tonë do doja t'ua këshilloja ta lexonin. Edhe do doja të filloja vetëm me një parathënie që të këtij libri, që nuk e ka bërë Ymer Nurka, më duket, vërtet profesor? Po, Ymer Nurka, poeti i mirënjohur i lirikës shqiptare. Po. Do doja të filloja vetëm me disa rreshta sepse ai ka shkruar shumë, por do doja vetëm një prezantim të vogël, me disa rreshta. Atëherë, nëse shumica e lirikëve të mëdhenj i kanë kënduar dashurisë duke ndërruar për të, Ndue Lazri vjen si ndër më të rrallët, që këndon duke dashuruar në kohë reale. Ja pse lirika e tij vjen kaq e pastër, kaq e ëmbël dhe kaq djaloshare. Poeti duket sapo ka zbuluar motivin se përse duke kërcyer një tango argentinase dashurie, ku ritmi dhe armonia shkrihen në romantizmin e dy trupave, që përzihen kimikisht aromën e dejes, saqë duket sikur nuk ndalen e as që lodhen kurrë. Mua lexuesit dhe ndijuesit më ngjan se momentet kur autori shkruan lirikat janë të vetmet pauzë që bën çifti në sfondin e këtyre përjetimeve. Poeti në natyrën e vet duket aq fisnik sa të ketë zbulim domethënës të mos mbajë për vete, por të na përcjell edhe neve, adhuruesve të lirikës së tij. Dhe Ndue Lazri e ka përmbushur këtë mision të bukur me vëllimin e tij me lirika Dita lind në syrin tënd. Shumë e bukur parathënia, por shumë i tregues edhe titulli. Dita lind në syrin tënd. Unë falenderoj shumë poetin e shquar Ymer Nurka, për mua është sot një nga poetët më të mirë lirik që ka poezia shqipe dhe një jem shumë i përkthyer në sedër nga kjo parathënie që ka bërë ai, shumë i vlerësuar. Profesor, Dita lind në syrin tënd, shumë i tregues si titull. Kur është botuar si libër ose kur janë shkruar poezit
këtij libri? Libri është botuar në dhjetorin e vitit kaluar, pra nuk ka po 2 muaj e pak Po, që në i freskët. Po, është libër i freskët me poezi. Janë poezitë e shkruara në 2 vitet e fundit, në Itali, dhe janë kryesisht motive dashurie, lirika dashurie. Janë të mrekullueshme. Faleminderit. Jo, urime, sinqerisht urime, dhe me vërtet që është kënaqësi t'ju kemi, po Madjana, sepse ndërhyra po ishte vërtet shumë intrigues edhe parathënia, por edhe titulli i librit. Faleminderit shumë. Jo, doja vetëm të filloja me, në qoftë se dëshira, sepse dëgjuesi nuk e dim, po ne nuk e kemi përgatitur, domethënë pyetje, nuk është se kemi bërë pyetje dhe përgjigje. Doja në qoftë se më lejoni të filloj me disa poezi të këtij libri. Mi janë 3. Në fillojmë sepse dita poezisë, pastaj dal nga dal do shkojmë te tjerat e profesor Lazarit. Po, unë doja të filloja me poezitë që t'u lija pastaj gjithë hapësirën tuaj. Jo, ti s'do ikësh, me ne do rrish. Jo, nuk iki, këtu jam. Sonat, 2 gota verë mbi tavolinë, një qëri që digjet me heshtje deri vonë. Shën Valentini breth lokaleve me rinin, ne zgjodhëm të ngroftën folezën tonë. Pa urime romancash e fjalë limonat, dhurata që hapen presin në një skaj. Fjalët u shkrinë në një puthje të gjatë, u pam thellë në sy, nuk e di pastaj. Pastaj nuk folëm ne, for foli dashuria, muzikë që i mbush të gjitha stinët me diell. Me 4 duar shkruhet simfonia, e përmes notash e ndjen vete në qiell. Të puth syrin. Duke të uruar të puth në sy, në vështrime tek vitet që vinë, edhe 100 vite të tjera me ty, aq sa lule mbushin një lëndin. Syrin që vështrimin dali tek unë, në bebzen e ti shoh veten për herë. Si uji i pastër që gurgullon në lumë, në sytë e mi je gjithmonë pranverë. Më thua të kam dritë të syrit, por të jetë drita e ditë vetë mia. Nga një vështrim lind drita e diellit, në një vështrim hethrën dashuria. Humba mes lulesh. Humba mes lulesh në livadhin e gjerë, kokullosin e luanin keca e shqera. Vezullonte nga ngjyrat qilimi i blert, me lule dele e plot lule të tjera. Bashk me kecat vrapova pa rreshtur, e livadhi tiram nga këndi në kënd. Se cila nga lulet më dukej më e qeshur, e se cila si vija emrin tënd. E më afroheshin lulet në garë të heshtur, me ngjyrë të kuqe të verdh aroz, i përkëdhela e usash duke qeshur. Unë kam lule më të bukur, mimoz. Këto ishin 3 poezi që zgjodha. Shumë e bukur. Dhe pak a shumë se ndjekun profesorin në Facebook, kuptohet edhe ku është dedikuar poezia, apo jo profesor? Po, është vërtet, bile në hyrje të librit që sapo është publikuar, është shkruar aty që poezitë kushtohen muzës dhe mozës dashurisë më të përhershme. Zoti ja shtoft dhe qofshi gjithmonë të dashuruar dhe të lumtur. Faleminderit, të njëjtin urim shkëmbejmë edhe ne për ju. Shumë faleminderit. Kurse unë do të bëja edhe unë një urim, le uroj të gjithëve një dashuri si ajo e profesor Ndue Lazarit. Poetike dhe mundësisht e botuar me shprehjen dedikuar muzës time. Në këtë rast është moza, në të tjerat kushdo qoftë ajo. Ne e përshëndesim edhe mozën dhe i bashkojmë edhe urimit tënd, sepse për një mashkull nuk ka gjë më të mrekullueshme, mendoj që të ketë muzë, pikërisht atë që i rrin në krah, sepse gjithmonë mbas një mashkulli të suksesshëm, gjithmonë është një grua e fortë. Kështu që urime dhe edhe ne urojmë që të tilla dashuri të ketë sa më shumë ndër çifte dhe ndër njerëz. Faleminderit shumë. Unë mendoj që nuk është të thënë që dashuria jonë, do që është e bukur, ka historinë e saj të bukur edhe është e bukur në vetvete, nuk mund ta quajmë një etalon, sepse me siguri në për gjithë botën ka plot histori të bukura dashurie, që ne i admirojmë, që i duam, histori që i hasim në realitet apo që i hasim në për libra që të literaturës botërore.
Kështu që, domethënë, nuk e pranojmë që ta marrim si etalon dashurinë tonë, se mund të ketë dashuri edhe më të mëdha, edhe më të bukura se kjo. Absolut, Për shembull, e marr, por profesor, nuk dua dashuri të mëdhaja, e dua pikërisht poetike si e jotja, e të publikuar mundësisht. Faleminderit, secili Atje. dashon në mënyrën e tij. ta gjesh një mashkull të tillë. Tash unë e thash, e bëni. Të nderuar meshkuj, të gjithë ju që jeni single apo e ndjeni veten single, dhe jeni poet dhe i tillë romantik si profesor Duo Lazari, Madiana e bëri thirrjen. Si thot Madiana? Shaka. Unë duhet të them një gjë. Sonte është nota Shën Valentinit që konsiderohet si shenjti i dashurisë. Mendoj që dashuria nuk i përket vetëm një shenjti, sepse vetë ajo si njenjë është një njenjë e shenjtëruar, dhe pak a shumë secili nga shenjtrit shpërndan dhe propagandon dashurinë si njenjën më humane, jo vetëm dashurinë për një femër, por edhe dashurinë midis njerëzve në përgjithësi. Pra, kjo është ai mesazh i përhershëm që japin edhe besimet, të gjitha besimet fetare, dhe që ne duhet ta respektojmë, por është një mesazh i përhershëm që e kanë dhënë kohët, që nga Romeo e Julieta e gjerë në ditët tona. Unë them që të gjitha femrat, si burim i jetës, janë të bukura. Çdo femër ka diçka të bukur në jetën e saj. Duhet të jemi ne meshkujt aq delikat sa të dim ta zbulojmë atë gjë të bukur tek femra, të dim ta vëmë në duke, në mënyrë që ajo të reflektojë. Nëse ne do të dim të trokasim në këtë formë në portat e zemrës së një gruaje ose të një femre, të një vajze, atëherë ajo, edhe sikur të jetë më e varfër në botë, nesër do ta gjejë një karficë të bukur, ta vënë flok, që kur të dalë përpara, ti ta shikosh me atë syrin e dashurisë dhe me syrin e bukurisë. Shumë vërtet, shumë e bukur. Po, kush është ajo magjia, profesor, që mashkulli duhet të ditë të trokas në portën e zemrës së një femre? Tash këtu mase nuk jam personi i përshtatshëm për të dhënë receta, sepse receta në këtë drejtim. Jo, nuk flasim për receta, flasim ato, tash flasim diçka edhe të përgjithshme. Unë mendoj që mashkulli duhet të jetë në radhë të parë shumë i vëmendshëm ndaj femrës. Të jetë delikat ndaj saj, sepse femra nga natyra është vetë më delikate se sa ne. Të jetë delikat në fjalën, të jetë delikat në sjelljen, të jetë delikat në vështrimin e tij për ta parë, jo për të parë të shumtuar ose defektet të një femër, për të parë të bukurën, për të parë të brendshmën, për të parë anën e botën e saj brendshme, për të lexuar brenda këtij personi, kësaj krijese të bukur që është femra, dhe pastaj trokitja vjen vetë vetiu, se duke i kushtuar vëmendje edhe tërheq vëmendjen. Absolutisht. Në vërtet. Shiko, kush është këtë vështrimi juaj sot për dashurinë? Sot kemi dashuri reale, kemi dashuri materiale, interesi, pra, ose ka devijuar personaliteti i dashurisë sot, nëse bëj një krahasim me një të shkuar. Po, si çdo gjë tjetër në botë, edhe dashuria evoluon natyrisht si ndjenjë, sepse janë shumë faktorë që ndikojnë, nuk është vetëm bota shpirtërore e njërit edhe tjetrit, por është edhe realiteti, është gjendja shoqërore, është komunikimi me njerëzit, është kjo çmenduria e mediave të sotme, por është edhe ajo ana tjetër që mendoj që ka ndikim pozitiv, sa ne bazohemi edhe tek literatura e shkuar, tek poezitë e shkuara, tek dramat, tek tragjeditë e shkuara, në mënyrë që ta balancojmë te sulmi negativ që ka interneti i sotëm, që kanë mediat e sotme, ta balancojmë me traditën, me kulturën e dashurisë që ka qenë në kohë. Sot, për fat të keq, ju e thatë bukur që është dashuria reale, dhe është dashuria bukur, dhe është fat i bukur, dhe fat njerëzti që ekziston akoma dashuria e vërtetë dhe dashuria e sinqertë e pastër. Por është edhe ana tjetër që ne shikojmë që propagandohet shumë në media, në internet sidomos, dashuria materiale, dashuria e interesit, e shikojnë femrën më shumë si një qenie materiale se sa një qenie shpirtërore. Dhe për fat të keq ka plot femra që këtë rol e kanë pranuar, që nga ato që
shoqërinë meshkujt të famshëm të pasur në përmbrëmje, eskortë si quajnë me fjalë tjetër. Qoftë edhe vajzat të tjera të thjeshta që nisën nga një interes material për të afruar me meshkujt. Mbase vështirësitë e sotme materiale në një farë mënyrë ja u kanë diktuar dhe ato e kanë pranuar si një fatalitet të jetës sotme, me vështirësitë sotme që ka, dhe thotë, me që unë jam e bukur, e kam këtë burim timin që është materiale dhe mund ta kthej në materiale. Për fat të keq, kjo e zhvesh nga ana shpirtërore dhe dashuria nuk është më një dashuri një njenjë e pastër, por është një shkëmbim tregtar. Shiko profesor, unë kam mbaruar çështje sociale me fjalë psikologjinë dhe a mendon që një disnivel në lidhje krijon edhe disnivel në dashuri? Flasim disnivel kulturor apo disnivel me fjalë shoqëror? Janë në mënyrë domosdoshme, varet nga mënyra se si ndërtohet raporti që në fillim. Kur dashuria është në mes një njenjë e pastër, unë mendoj që ai që është në nivelin më të lartë nikon që ta ngrejë personin me fjalë partnerin e vet në nivelin e tij. Ashtu siç është edhe partneri që mund të jetë në nivel një çik më inferior, duke u frymzuar nga personaliteti, nga kultura, nga natyra, nga dashuria e partnerit që është në nivel më të lartë, kërkon të ngjit shkallë më lartë dhe mundësisht të afrohen në një nivel. Mendoj që kjo është ajo kimia e dashurisë në dy personave. Nuk është thjesht ana fizike. Ana fizike ka rolin e saj një farë kohë të caktuar. E ruan atë kiminë e vet gjatë gjithë jetës, por duhet të pranojmë që me kalimin e kohës vjen edhe të rënë dhe marrin përparësi faktorë të tjerë, respekti, mirënjohja, ndihma reciproke. Është personaliteti i brendshëm. Ecja krah për krah. Në qoftë se burri për shembull që tha që është burri i suksesshëm, e shikon partnerin e tij, domethënë si një person të denjë që të ecë krah për krah me të, edhe dashuria do të ecë paralel, do të ecë në të njëjtën rrugë siç ecin dyshinat e trenit. Jam plotësisht dakord. Jam plotësisht dakord me mendimin tuaj dhe me bisedën tuaj, sepse por thjesht është ajo pjesa që të duam për të rritur dhe këta dy njerëz mund të rriten bashkë, që si ka pasaj çështja tjetër. Po, është vërtet. Unë me mosën kemi një diferencë moshe jo të vogël. Domethënë janë 27 vjet diferencë. Natyrisht takon si thua jemi gati dy brezat ndryshëm, megjithatë kjo nuk na pengon në mënyrë absolute për të mirë kuptuar, për ta marrë shumë mirë njëri tjetrin dhe për të qenë në një tit binar. Unë gjej tek ajo rinin që më rifreskohet, ajo merr tek unë pjekurinë e moshës, maturinë e gjëra tjera që edhe këto të dyja na afrojnë dhe ecim krah për krah. Domethënë jemi krah për krah në shtëpi, krah për krah në rrugë, krah për krah në çdo ditë. Shumë interesante kjo dhe nëse më lejon ta them edhe si shembull, pra nuk qen nga problem diferenca e moshës për të patur një dashuri të vërtetë. Sepse dëgjojmë shpesh që moshën e vën edhe si pengesë, pra për te shumë gjërave që mund të ketë një lidhje, vën edhe si pengesë moshën, pra mosha nuk qen nga pengesë. Varet pra se si e ke këndvështrimin. Ashtu është. Ka në fillimin ton, domethënë aty lidhjet më parë kur nisi historia jon, ka patur njerëz që na kanë parashikuar dhe natyrisht ne të kemi vanasifaj se kur hyn në një rol të tillë do të kesh opinione pro dhe kundër. Absolutisht. Por më vonë kanë qenë pikërisht ata njerëz që na kanë parashikuar në fillim që tashti na urojnë me dashamirësi, me dashuri, e thonë tashti po e besojmë që ka qenë në fillim një lidhje fortë dhe vazhdon të jetë e tillë, sepse nuk ka në mënyrë absolute asgjë artificiale, asgjë të shtirur në marrëdhëniet tona. Është gjë krejtësisht e natyrshme, siç e propagandojmë edhe në Facebook me fotografitë tona, me udhëtimet tona, me gjestet tona vogla, me ato pak dhurata që mund t'i lejojmë vetes, ashtu. Por nuk janë dhuratat ato që e përbëjnë dashuri. Dhurata më e madhe është ajo që buron nga brenda.
janë ato detajet e vogla, ato shprehite e përditshme apo ajo përkujdesja. Po. Dhe përkujdesja e përditshme për njëri tjetrin. Njeriu në një dashuri të pastër, njeriu e gjen fjalën e bukur që në mëngjes sa zgjohet, që e ka tjetrin për krah. Një buzëqeshi, një gjest i vogël, një gjest të bën që ta fillosh ditën bukur. Se pastaj dita ecën kështu. E rëndësishme është që dita të fillojë me hapin e mbarë, si themi ne. Që një bërë e kafes tjetrit është një gjest i vogël, por shumë i bukur dhe shumë i dashur. Është shumë domethënës. Praktikisht tek ne në zonën e Mjerditës kafenë kanë bërë gjithmonë burrat. Domethënë qoftë për mysafirin, qoftë për kushdo që vjen, domethënë takimet e kafes, si kemi thënë dikur, i kanë mbajtur burrat në një anë të gjatë, i marrin atje. Bile edhe e bënte kafen, i lante filxhanat vet, të gjitha dhe i vinten atë në dollapin e vogël të Fal profesor, ku ishte kjo në Mjerdit? Në Mjerdit, po. A interesante, këtë nuk e dija. Po pra, jo, edhe për dëgjoj për di, kurse në vërcit mallë kemi qef edhe ta këmbët i mbajnë dhe ta servirin ngrata, kupton? Ku për ju? Jo. Ne në ditë kemi traditë, unë ruaj këtë domethënë të traditë që nga gjyshi im, që mbaj mend shumë mirë, dhe pastaj prindërit e mi, babai e xhaxhai kanë patur këtë traditë, e kam trashëguar dhe unë sot e kësaj dite kam një kënaqësi të veçantë që t'ja bëj kafen Mozës dhe t'ja ofroj në tavolinë me shumë kënaqësi. Nuk është mungesë burrnie, nuk është burrje përpara figurës femër, përkundazi është një gjest i vogël që të lartëson përpara asaj që do. Absolutisht. Jo, jam plotësisht dakord, por këtë për herë të parë që e dëgjoj, edhe pse kam shumë miq mjeditor, por është hera e parë që dëgjova këtë, me fjalë dhe mësova. Nuk e di, mund të ketë miq të mi që nuk duhet paraqyjë asnjë, po mund të quajë një gjest të skaluarës, që është i kapërcyer, po nuk e quaj asnjëherë të kapërcyer mirësjellën në jetë. Jo, mirësjellja është shoqëri, atë gjest i kapërcyer, absolutisht asnjëherë, dhe unë thash, edhe pse unë vi nga Malësia e Madhe dhe ne nuk e kemi këtë traditë, unë madje në shpeshherë ose sa ishim me bie rasti, u them që një gjest i tillë është një gjest i vogël, por shumë domethënës në një marrëdhënie apo brenda një familje. Ka shumë domethënie brenda. Po jo më që ju e paske si thosh traditë këtë. Dhe moza duhet të jetë femra e lumtur. Po zgjidhni ndonjëherë profesor që të thotë moza rriti se të ta sjellun kafen sot. Ka raste që ngulkam, në njëherë në mëngjes, nga që zgjohet përpara meje, shkon që ta bëj kafen e para, por pastaj ka raste tjera kur ajo është pushim, se unë jam në pension dhe ajo është në punë, kur është pushim, unë e bëj kafen dhe ja çoj te krevati. Shumë vogël. Fadian, voskalon me Leo, ke çuar ndonjëherë kafen dikujt te krevati? Unë as vetë se pi te krevati. Po, domethënë asnjëherë nuk e ke çuar. Asnjë kam çuar as më kanë qenë. Unë jam shumë e lumtur profesor që po i thua edhe pa ndrojtje se e ke parasysh, domethënë le ta themi në Shqipëri, domethënë ti bësh këto punë ndoshta jo për të gjithë, po për shumicën e burrave është ajo humbja e burrërisë, se të paktën në disa zona, por nuk duhet të jetë kështu. Dikur burrëria matej me mustaqet apo me gishtin e pushkës. Tashti burrëria është ajo që ti të pranosh atë personi që ke për krah, të dish ta trajtosh mirë, ta mbrosh nga çdo fyrje, ta mbrosh nga çdo gjë tjetër, dhe për mua kjo është burrëria sotme, koha e pushkës edhe e mustaqeve ka kaluar. Shumë vërtet. Burrëria sot është tjetër gjë, të dish të mbrosh partnerin që ke në krah, njeriu që do, njeriu që ta mbrosh me besnikun tënd, ta mbrosh para të tjerëve. Kjo për mua është burrëria sotme. Profesor, me qenë se mi ditë Shën Valentini, apo mbrëmje Shën Valentini, sa mendon se kemi ndryshuar si shoqëri? Kemi evoluar si shoqëri, apo kemi bërë hapa mbrapa si shoqëri?
Flasim gjithmonë te pjesa e respektit, e sjelljes, e këtyre. Menoj që në këtë drejtim për fat të keq janë bërë shumë hapa prapa. Janë bërë shumë hapa prapa sepse ne dëgjojmë për ditë që gra dhe vajza vriten, që është gjë e më e papranueshme. Në kohët e vjetra kur ishte kanuni i Lekdukagjinit, vërtet në disa aspekte gruaja është parë një çik si qenje inferiore, por në aspektin e mbrojtjes së saj ka qenë tillë që gruaja nuk prekej me dorë, gruaja nuk vritej as për gjak, as gjë, do të thonë ishte i dënueshëm ai burr që ngrinë të dorën mbi grua apo e vriste gruan. Flasim që me kanunin e Lekdukagjinit, normat të cilit janë që nga koha e Skënderbeut. Pra gruaja që në ato kohë është mbrojtur shumë, pa dashur të bëj propagandë sepse ashtu fjalimi që mbajti Enver Hoxha në 68-ën për emancipimin e gruas, në disa drejtime pati hapa përpara për sa i përket emancipimit, daljes së gruas në jetë, hutjes së saj në punë, lëvizjeve që u bën në këtë drejtim. Enver Hoxha me regjimin e tij kanë patur 1001 meta, është një regjim që mos u kthehet kurrë. Por ajo që është mirë, duhet thënë, sepse në atë kohë ju dha një hov emancipimit të gruas, daljes së saj në jetë, mbrojtjes së drejtave të gruas. Bile atje u tha me forcë madhe të djegim me zjarr zakone tegra parapanike që marrin në përkëmbë të drejtat e grave dhe të vajzave. Pra ishte një hap i madh që nga ajo kohë u filluan disa gjëra shumë të mira pozitive në këtë drejtim, që më vonë pastaj janë harruar me hyrjen e jetës së re pas demokracisë, për fat të keq me prostitucionin që u shfaq, shumë femra shqiptare u grabitën dhe u dërguan në shtetet perëndimore që të bënin prostitucionin, të detyruara në forcën e pistoletës, në forcën e thikës. Pas këtyre tragjedive, shumë të tjera gra dhe vajza e pa në fitimin se që përmendëm më përpara, e pa në fitimin material edhe nëpërmjet këtij zanati që konsiderohet zanati më i vjetër në botë, por janë dukuri që i ka sill tranzicioni dhe unë shpresoj që me kalimin e kohës dinjiteti i femrës shqiptare të vjetë në vend që i takon. Në kuptoj. Profesor, shipe, do patë parasysh që ju jeni gjithanshëm dhe jeni edhe i lexuar dhe keni një jetë që thosh që bëni gazetari, publicistik, shkrime, pra jeni gjithmonë në kontakt me shoqërinë dhe me opinionin. A mendon që femra shqiptare ka evoluar me këtë jetën e re apo me këtë tash të quajtur demokracisë? Unë e kam bezitë ta quaj demokracisë, se di se çfarë jemi. Po nuk është demokraci, nuk është demokraci. Në Shqipëri, pra, duke patë parasysh gratë, nënat tona, gjyshet tona, kole hershme, pra edhe ju sapo e ceket që kanë qenë të mbrojtura edhe nga kanuni edhe nga ligji kanunor kanë qenë të mbrojtura. Dhe pavarësisht se sot thuhet që kanuni është i pambambetur, thuhet femra ka qenë skllavëruar, e ku diun. A mendon që edhe vetë sot femra shqiptare ka evoluar më shumë apo më pak në emancipimin e saj? Varet nganjëherë edhe çfarë kuptojmë me fjalën emancipim. Sepse emancipimi në po flas, shiko, për shembull, flas tek rritja e nivelit e shkollimit, arsimimit, sepse gjejmë shpesh që thotë, unë për vetë kur gjej femra që thotë dua të drejta të barabarta me burrin, mua më duket diçka shumë absurde, sepse femra ka shumë më të drejta, por thjesht ajo duhet të emancipohet dhe t'i kërkoj me shkollim, me nivel, me ngritje profesionale, sepse në fundit nuk është diçka që të dhurohet. Sot e ke mundësinë ta fitosh. Në këtë perceptim. Në fal Leo, po në një po më fal profesor. Jo, vazhdo. Jo, sepse Leo disa herë ka thënë këtë, po që domethënë gruaja duhet të emancipohet, ma në një kulturë patriarkale si kjo e sotmja, domethënë jo vetëm gruaja, po jeni dhe ju burrat që duhet të emancipoheni, jo vetëm ne gratë. Ore burrat që kanë mangësi pafund, unë atë asnjë vend diskutim, sepse burrat janë ata që po dhunojnë, burrat janë ata që tha dhe profesori që kanë bërë të gjitha këto të këqija. Por femra flas në vetvete, sepse
vazhdimisht abuzohet me drejtën kanonore që thuhet femra ka qenë e dhunuar, e sklaveruar etj. Kemi dëgjuar shpesh këto edhe në studio televizive apo edhe në fusha apo nga sociolog, psikolog të Shqipërisë. Pra, unë mendoj që femra nuk ka qenë aq e sklaveruar atëherë, sepse ka patur drejtat e veta, lirit e veta, por sot femra a duhet të ecë, të rritet. Atëherë, të nisim që nga fillimi kur bëre pyetjen për sa i përket emancipimit të femrës sot. Kemi dy nivele të femrave në përgjithësi. Kemi një nivel femrash që kanë ecur, për shembull nëse ne marrim Ermonela Jahon, Ilva Mulën, plot femra të tjera të suksesshme që janë bërë të suksesshme në përbot. Do themi që ato kanë ditur në çajin rrugën e tyre, të ecin, janë emancipuar dhe janë bërë personalitete të artit, siç ka dhe në fusha të tjera, se tani nuk po rrit pra janë bërë. Dhe ne dimë që në për shumë universitetet botës, sot kemi femra që janë ekselente për sa i përket studimit. Dhe kjo është një gjë shumë pozitive, është një hap shumë pozitiv që është bërë përpara. Mendoj që këto femra kanë ditur të jenë të vetëdijshme që në fillim për rrugën që do të nishin një jetë. Është shumë e rëndësishme piknisja që ti je vetes, nga nisesh dhe ku do shkosh. Absolut. Ndërsa ka femra të tjera që i kanë dhënë vetes një piknisje tjetër. Ka të tilla që edhe janë nështruar fati, sepse sot në Shqipëri për shembull ne kemi problemin e inflacionit të meshkujve. Kanë ikur meshkujt në vërgim dhe praktikisht është shumë më i madh numri i femrave se i meshkujve në Shqipëri. Dhe tani ato fillojnë fejojnë që në moshën 20 vjeç sapo tash mundon të krijojnë një lidhje, sepse kanë hallur mos ngelin pa fejuar, pa krijuar familje. Dhe kjo ka krijuar atë që shpeshherë vajzat e reja ta pranojnë edhe me një farë inferioriteti lidhjen që krijojnë, vetëm për të krijuar familje që mos ngelen pa martuara, pa krijuar familje. Dhe kjo e ka ulur si thosh një çik pretendimin e tyre në rrugën e jetës. Pra edhe ky është një nivel që më vjen keq dhe që femrat duhet të bëhen gjithnjë më të vetëdijshme për atë, që nuk kanë se ta njohin veten inferiore ndaj meshkujve. Në mënyrë absolute duhet ta njohin veten gjithmonë të barabartë me partnerin e tyre. Absolutisht, sepse unë të pjesa mashkullore kam shumë kritika për të bërë, sepse mashkulli unë nuk mund ta quaj burr dikë që evoluon një femër, qoftë psikologjikisht, se pe lëm gjitha këto tragjeditë që po ndodhin, por nuk mund të jetë burri që evoluon një femër. Sepse ai mashkull, ai burr ka një nën, ka lind nga një femër. Dhe një femër është ai që e bën baba. Një femër është ai që i thot vlla. Pra, kështu që por unë e shoh ke masë problem meshkujt shqiptar. Por do doja që femra të emancipohet, të rritet më shumë dhe të jetë më shumë e fortë. Flasim në ato emancipimin e vet, nivelin e vet, sepse ndoshta ndikon edhe në një normalitet edhe të shoqërisë mashkullore shqiptare. Po, duke vazhduar me këtë kategoritë e femrave që tham atje, kemi një kategori tjetër që kërkojnë të emancipohen, e marrin me lehtësi këtë gjë dhe kalojnë në kufit e shturjes. Kur kalohet në shturje nuk ka më emancipim. Ka degenerim dhe pikë, nuk ka asgjë tjetër, nuk është emancipimi, nuk të çon deri atje. Për shembull, ne shikojmë emisione si Big Brother, përputhjen e tjerë që shikojmë jo vetëm në Shqipëri, por janë në Itali, janë gjithanej. Për mua janë ato emisione trash që e ulin në mënyrë të tmerrshme personalitetin e femrës, e ulin qenë femrore shumë, sepse e kthejnë atë gati në një plaç tregu, në një plaç kënaqësie për meshkuj. Dhe kjo është gjëja më e ulët, është atentati që i bëhet sot emancipimit femrave. Shumë e vërtet. Sidomos në një shoqëri si e jona, ai është një atentat i plot, me plot kuptimin e fjalës, sepse Big Brother, përputhën të tilla reality show janë eksperimente psikologjike që pastaj bëhen studime etj, se ne e dimë shumë mirë se ç'janë ato. Po Madjana, më fal. Jo, mund të them edhe se me ju të dy këtu nuk rri dot pa thënë. Do të ngul këmbë faktin që ky ndryshim, ky emancipim, ky ndryshim mentaliteti nuk duhet të jetë vetëm i grave. Emancipimi nuk është vetëm detyra jonë.
Është edhe detyra juaj, është detyra e familjes, është detyra e shoqërisë. Absolutisht po. Është duhet të jetë një ndryshim kulturor, rrënjësor i të gjithë. Absolutisht. Shiko, pa dash ta kthej në debat me ty, duhet ta di që kjo vajzë se ka derën e hapur te nëna te baba, po jo nëse nëna dhe baba bazohet tek ligjet e lagjes apo te ligjet e se di ku marrin burimet fontet e të drejtave. Se prandaj them që duhet një ndryshim kulturor, që nuk mund të thuash Leo siç e thua ti gratë duhet. Se nuk ja dalim dot vetëm. M'fal, shiko, më ke kuptove. Unë nuk thash gratë duhet, por duke u rritur niveli i femrës, ndihmon edhe në uljen ndoshta të këtij patriarkizmi apo të këtij vesi mashkullor, se s'po përdor fjalë tjetër. S'po do të përdor fjalë tjetër. Gratë e sotme janë të arsimuar, nuk janë, domethënë, arsimohen, kanë punë, biles disa burra e shohin edhe këtë, domethënë, ndryshim të grave, arsimimin e grave, independencën ekonomike të grave, e shohin, domethënë, si te kalim. Po kështë problem shoqëror pra, kështë problem shoqërisë pra. Domethënë, nuk që duhet të punojmë tek shoqëria, tek familja, tek burrat më shumë. Ky është problemi shoqërisë. Është shumë e drejtë madja. Unë them që nëse në 68-ën u marrë një fjalim për emancipimin e grave, sot duhet flitet për emancipimin e burrave. Bravo, aty dua. Jo, kështu është mas e vërtet. Dhe nuk duhet të harrojmë një fakt, që edhe në emigrim sot kemi një fenomen jo të vogël, sepse me krizën që ka ndodhur, shpeshherë janë gratë janë bërë shtyllat të shtëpisë. Ka burra që janë pa punë në shtëpi dhe marrin nga gratë. Gruaja është bërë një forcë të madhe ekonomike edhe në këtë vetim, prandaj duhet parë edhe në këtë prizëm roli i gruas, sepse ajo ka një forcë të madhe edhe shpirtërore edhe ekonomike. Dhe ne, si burra, duhet të bazohemi në realitet, të pranojmë të realitet dhe të animojmë figurën e gruas që në këtë realitet ajo të rrihet jam absolutisht dakord, por kjo duhet pra të fillohet që tek familja, që tek media, që tek pra që të ndryshohet të hyjë sa më thellë në shoqëri ky lloj emancipimi. Tipo burri koka e familjes duhet të ndryshojë, burri koka e familjes. Pa diskutim. Ne shikojmë një gjë, faktikisht në gazetari ka një fjalë, ne na mëson një parim që thotë në gazetari lajm përbën lajmi i keq, jo lajmi i mirë. Për fat të keq, sot gjen shumë pak shembuj të propagandohen shembuj të mirë në familje, të emancipimit të burrit, të emancipimit të gruas. Është e mushur lajmet, gazetet janë mushur me kronikë zezë, televizionet mushur me kronikë të zezë, me vrasjen e grave, me prodhunimet, me këto gjëra. Të gjitha këto kanë krijuar një stres, kanë krijuar një gjendje psikologjike që e rëndon gjendjen shpirtërore të gruas, po edhe bie rënd mbi trurin e publikut, dhe publiku mendon që ky është nga realiteti i sotëm. Gjallë mund të jesh i famshëm në realitet, po të vrasësh dhe dalësh në televizion për diçet për mënyrë që ke vrarë një femër. Këto janë del për një gërvishje makine, del aty profesor Noel Lazari, më fal që pa të marr shembull, apo Leonard Cohen në Gjermani ka gërvishje makinë. Po. Dhe si në çdo mënyrë media nuk del një që për shembull bën një shembull të mirë për në drejtim të grave, në drejtim të. Kjo është forca që duhet të ketë media. Kjo është bravo. Kjo është ajo pra që kjo është bota e sotme. Absolutisht. Dhe kjo është ajo që jemi bërë shoqëri, ndoshta nuk jemi kaq e dhunshme, por duke patur kaq shumë portale të pa kontrolluara, ka shumë media të tejfryra. Dhe vetëm për një klikim aty i jep një gërvishje makine, i jep një thyrje gote në një lokal dhe nuk jep për shembull një shembull pozitiv që mund të bëhet diku dhe normalisht që pastaj infektohet e gjithë shoqëria. Është vërtet. Ndaj duhet që në këtë ditë të dashurisë pra mos e shikojmë thjesht dashurinë në një puthje, në një lulje. Dashuria është për të ditur, për të respektuar dhe për të ndërsuar njëri tjetrin. Pa diskutim, është mos e vërtet. Kjo gjë duhet parë në të gjitha moshat, në të gjitha sferat, në të gjitha nivelet shoqërore, sepse vetëm kështu shoqëria mund të bëjë hapar përpara. Shumë e vërtet. Si thon profesor, të kalojmë me një pikë muzikore? Patjetër, pa me shumë kënaqësi. Okej, unë i them DJ-t ton të na kalojë një pikë muzikore sa të pushojmë pak, sepse kemi patur një bisedë vërtet shumë interesante. Yeah.
me banin e vrik, me përbuse qeshi, ik mor fanatik, nuk e një ke jetën, që kem brapa bote, e bote shë gjubletën, shkote nana jote. Shkam jeti me ty femër, shim me sy e plas me zemër, shka të baj unë nuk di gjash, shim me sy e mos pasla. Shkam jeti me ty femër, shim me sy e plas me zemër, shka të baj unë nuk di gjash, shim me sy e mos pasla. Të ikë mëndje fare, me gjisa të ngushta, e blusa ngjyra, edhe nga tualeti, u është kërqet fytyra. Na dalli si moda, e për mu e për ty, e so ka arë kjo kohë, e shi e plas me sy, kështu erdhi kjo kohë, e shi e mos paza, e thu i lumi unë, e ndryshe me t'pagja. Shkam jeti me ty femër, shi me sy e plas me zemër, shka të baj unë nuk di gjash, shi me sy e mos paza. Shkam jeti me ty femër, shi me sy e plas me zemër, shka të baj unë nuk di gjash, shim me sy e mos pasla. Shkam jeti me ty femër, shim me sy e plas me zemër, shka të baj unë nuk di gjash, shim me sy e mos pasla. Shkam jeti me ty femër, shim me sy e plas me zemër, shka të baj unë nuk di gjash, shim me sy e mos pasla. Shkam jeti me ty femër, shim me sy e plas me zemër, shka të baj unë nuk di gjash, shim me sy e mos pasla. Shkam jeti me ty femër, shim me sy e plas me zemër, shka të baj unë nuk di gjash, shim me sy. Shëndim, ka me vejkirin, nështë unë vjetjen, veta pa dashni, po veti moj dashuri, mos më lërni, po veti moj dashuri, mos më lërni. Ti jo foto fatim, unë pasim kam vera, unë këtë jetë, me fit jam për jetë. Ti o zotash, ke më shirë, rrugën më mjeqo, asa jetër nga kam marë, ti dash më ndimon, ti dash më ndimon. Ti o foto fatim, unë pasim kam vera, më ndimon që unë këtë jetë, me fit jam për jetë. Ti o zotash, ke më shirë, rrugën më mjeqo, asa jetër nga kam marë, ti dash më ndimon, ti dash më ndimon.
Koha me një po kalon, ende jam të qanë, se dashnoja më kalon, pa fjale unë kalon, do shta unë ketjen, beta pa dashni, po vedi moj dashuri, mos më lemrini, po vedi moj dashuri, mos më lemrini. Fatim kam veta, nuk mi mo që unë këtë jetë, me fit jam për jetë. Ti o zot është ke më shirë, gëllë më mbiqo, sa jetë jam falë, ti tash më ndimo, ti tash më ndimo. Ti o Fatim, unë pasim kam veta, nuk mi mo që unë këtë jetë, fit jam për jetë, ti o zot është. Atëherë miq, rikthehemi në transmetim live mbas këtyre dy këngëve të përgjithshme nga DJ Bledi. Pra jemi me profesorin Dua Lazarin si dhe me moderatorin Madiana Nuredini këtu në valët e Window Radio. Po Madiana, fjala për ty sepse ne në pjesën e parë folëm unë profesori sa të bëm edhe pak me nerva dhe ti nervat i ke gati, kështu që shpresoj të jesh qetësuar dhe të na qetësosh. Po, me që është tema, në fakt nuk jeni ju, po është tema që më bën pak me nerva, e me që ishim në temën e të drejtave të gruas, unë dua t'u lexoj një poezi të profesor Lazarit që titullohet Grua. Në këmbë zotërinj përpara një gruaje, shkruante dikur i madhi Shakespeare. Për Shakespearein këto nuk janë fjalë të huaja, sa ai gratë zotërinj i njihte shumë mirë. Shakespeareit nuk mund të mos i bindem. Ai është general, e unë thjesht një ushtar. Në këmbë para teje e dashur do gjindem, le të më thoni krisur, apo i marr. S'kam turp të ngrihem në këmbë para gruas. Grua që nëna që më solli në jetë. Gra janë motra që më duan dhe i dua. Gruaja frymëzon artin e vërtet. Gruaja hyni që matet me perëndit, duke ngritur zërin sa të tund dynjan. Dhe ato i binden si të ishin të bijt, se para tyre është bija nëndë. Është fantastike. Komplimente profesor. Mrekullueshme. Faleminderit. Të vazhdoj edhe me dy të tjera? Po më dëna. Rrofsh. Okej, por kthehet një pikë zëri, nuk e kuptoj pse kthehet zëri. Po do patjetër që do e shoh Bledi tekniku, sepse nga që jeni në grup dhe do merret tekniku, por këtu në transmetim është shumë okay. Është në okay. Në transmetim po. Ashtu si zogjt që s'kan Shën Valentin, çdo mëngjes zgjohemi me këngë dashurie. E ashtu si zogjt që në agim për ta stolisur folen me çaste lumturie. Mbledhim lule molle e një val të kaltër, myshk me aromë i jetë nga burimi lasht. Çdo mbrëmje sjellim ngrohtësi në vatër e frutet e mbledhura i gëzojmë bashk. Sot Shën Valentini i fton të gjithë në festë. Tregtarët lakmitar fitojnë mbi dashurinë. Eja të ngjitemi me zogjt në bjeshk, ku kroje dhe ujvarat këndoj çiltërsinë. Me degë kulpre të të thur një kuror, të vesh me lule që të kanë aq shumë hije, pastaj si vogëlushe të marrë përdore, duke të thënë mira fjalë dashurie. Edhe një të fundit, më falni. Dhe thonë që dimri ka ditët e shkurtra, kjo është pikja atij që s'di të dashuroj. E atyre që nuk provuan pritjet e bukura, kur të duket që dita kurrë do të mbaroj. Dhe thonë që dimri ka netët e gjata. Po ai që e thot, me siguri nuk e di, se si me magji i shkurton orët nata, kur ato mbushen me puthje e dashuri. Dhe thonë që dimri është stina më e ftohtë, që fshikullon me bor akull e atsar.
E thot kush nuk njohu dashurinë e ngrohtë, kur edhe në suferin zemra ndizet zjarr. Shumë e vërtet kjo, shumë e bukur. Shumë e vërtet. Shumë Prej e bukur buj. profesor. Faleminderit. Madjana, faleminderit. Edhe për përzgjedhjen. Madjana për interpretimin, për recitimin. Ja, Faleminderit. faleminderit. Kjo është totalisht përzgjedhja Madjanës dhe Madjana edhe kur e pyeta mbazite, çka ke përzgjedh Madjana surprizë për emision, okay? Janë pas shqive të mia, pa aty ka shumë poezi që është njëra më e bukur se tjetra. Faleminderit. Sa libra keni të botuar profesor dhe si mund t'i gjejnë dikush që ka dëshirë të ketë libra tuaj në bibliotekë? Atëherë, unë kam botuar para në 2012 një vëllim poetik me titull Të dua shty, pastaj kam botuar një vëllim poetik në 2019 Ankesa e Mjellmës, është vëllim me poezi. Ky është vëllimi i tretë që botohet në dhjetor. Kam botuar një monografi Qizmet për Illasi, ku kushtuar një vajze shqiptare me një jetë thuajse tragjike, por që arriti gjej suksesin e vet këtej në Itali. Kam botuar edhe një vëllim me tregime që u botua tash në ditët e para të janarit, Dashuria funit e Hemingwayt. Janë tregime, janë për këtë libër jemi çik më shumë krenar sepse më pëlqen shumë si është bërë. Kam bërë se unë jam specializuar në fushën e dokumentarit, jam specializuar në kinostudio në Shqipëria e Re. Kam bërë dokumentar me bashkëautor Ilia Detën për mjeshtin e madh të futbollit shqiptar Loro Boriçi. Kam bërë një dokumentar për kardiokirurgun e parë shqiptar Frederik Shiroka, ka qenë doktori më i madh në Shkodër, do të thonë shkodran i njohur në Shkodër. Kam bërë një dokumentar për imigracionin që është vënë në skenë nga Teatri Pavarotti në Modena. Dhe plot pastaj dokumentar tjerë për imigrantët që janë këtu në Itali, janë transmetuar nga televizioni shqiptar, një dokumentar për udhëtimin mbi Drin, që pas fituar edhe çmimin kombëtar në konkursin kombëtar të 45 vitorit qirimit të dheut. Këto me fjalë. Pastaj shkrimi unë jam në këmbë tokë në fushën time në gazetari. Të tjerat janë ato që unë ju ushtroj për të kaluar kohën, për të mbushur kohën time, për kënaqësi, ja kupton. Nuk dua të hi në hice as poetëve, as prozatorëve, as me fjalë, unë jam në këmbë tokë profesionin tim në gazetari. Më pëlqen të udhtoj shumë. Kam udhëtuar, kam patur fatin mirë që kam udhëtuar goxha në një monografi që ka shkruar Moza për mua, Jetë në udhëtim, dhe që është botuar edhe ajo në dhjetorin e kaluar. Tregohet shumë për udhëtimet që kemi bërë bashkë në për vendet në ryshpe të botës, sidomos në Europë. E ku mund gjenden nëse dëgjuesi dikush që na ndjek? Atëherë librat e parë nuk i gjem dot as sekundi. Këto libra, se unë nuk i lërë shumë në për librarinë për Shqipëri të ndërë, sepse kur kam shkuar njerë që pa talon libra në për librari, kam parë që edhe mas 2-3 vjeç ata i kishin hedhur poshtë në dysheme që nuk i shkuan të askush. A kupton që nuk e blen, kam njerëz të mit në Tiranë, kam njerëz që të Qilat, edhe kush interesohet për shembull, i them jap numrin e telefonit të personit që është interesuar dhe personi që i ka librat ja çon ku doja me fjalë, ku të ashtu, që ti marr. Me fjalë, të gjithë ata miq apo ndjekës që na ndjekin mund t'ju shkruajnë ju në përmes rrjeteve sociale të Facebook-ut. Mund më shkruajnë mua dhe të më tregojnë numrin e telefonit dhe mund të interesohen Tirana, është nipi Mozës që i ka librat dhe ai mund t'ju jap. Shumë faleminderit. Përsa Moza shkruan? Janë botuar tani. Më fal, Moza shkruan vetë? Shkruan patjetër, shkruan. Shkruan edhe poezi, në njerë ka shkruar një monografi që ka dalë poezi, ka dalë libër mjaft i mirë, unë nuk e dija të përgatitë e monografisë që po bëj, është të bërë inkognito nga ime pa njohur fare, ka qenë një bashkëpunim i saj me ikun tonë të familjes Nue Shabaku. Po, e përshëndes përshëndojnë. Personalitet i njohur i diasporës, me fjalë mik shumë i mirë, intelektual shumë i mirë, edhe ai shkruan shumë mirë dhe unë e kam parë librin në momentin e fundit ku libri do shkonte në shtëpi votuese. Po në Shabaku ishte po prit se ne duhet t'ia tregojmë tash se të shkruajmë. T'ia tregojmë zotit punës. Mund ketë një gjë që thash dakord.
Por në fakt unë e lexova librin me përshtim fakti që ishte një çik i gjatë unë me ratimin e mozës të autorës në fjalë, hoqa disa pjesë për që libri mos ishte i gjatë shumë, ishin pjesë të vlefshme ato, po kryesisht nga udhëtimet. Dhe ka dalë libër ku çdo gjë është e vërtetë. Çdo gjë është, më thënë, mua kanë arritur të më emocionojnë në mjaft momente të atij libri, sepse moza ka përdorur një truk, me fjalë, në kohën kur ishte Covidi, ne dilnim me ecim çdo ditë bashkë nga 2 orë rrugës. Ajo merrte në xhep një regjistrator timin të vogël, që është më i vogël se një celular, që kam pas përdorur si gazetar, që me kam pasur pa e di se kam vallun ato, kam pasur. E marrë në xhep, më pyese mua kot, domethënë sikur interesohesh për fëmijën time, për gjëra, po I tregoja me sinqeritet, siç më tregoi kështu. Sa interesant. Ajo te kishte rrisur, pastaj I ka hedhur në letër të tëra dhe I ka sistemuar dhe me nduar shabakun, pastaj kanë fokusuar. Këtu ka tradhti burra. Po janë tradhti bukura, këto janë. Po eksakt, shumë e bukur, shumë e bukur. Profesor, emigracioni sa e ka formizuar apo si e ka formizuar identitetin tuaj personal, profesional? Se duket se ju jeni kohë gjatë në emigrim. Po, kam mbi 30 vjet. I hershëm, I moqëm. Po, kam qenë, për 25 vjet kam qenë në Bologna, dhe 5 vjet kemi që jemi vendosur këtu në Trentino. Imigracioni, edhe për mua, pavarësisht se nuk kam ardhur as me gomone, as me rrugë të tjera të paligjshme, unë kam ardhur me vizë direkte, nga që parasitikja punoj në gjykatën e kasacionit në Tiranë, si zotënës I shtypit, dhe njihja ambasadorin italian Paolo Foresti, ishte në kohën Itali, edhe ishte që do vinte viti I mrapsht, a kupton atje, dhe më tha këtu të ka për të ndonjë gjë shumë jo fort e mirë, ik në Itali, ik në Bolognë, bilejnë më rëkonde shkon në Bolognë, se ishte bolonjez. Edhe kam marrë atje, por natyrisht kishte problemet e veta, jo të vogla, si që kanë patur të gjithë halët imigrantët, me sistemimin me letra, me dokumenta, me gjithë atë. Mund vje me një vizë, po nuk tjetë të kush dokumenta kollaj të rinjet. Edhe kanë qenë, por pastaj me kalimin e kohës, pasi futeshtu në jetën italiane, pasi gjen një vend pune, pasi strehohesh, atëherë fillon e mendon që prit tash zgjidhja anë ekonomike, cila është ana tjetër që duhet ta plotësoj, se unë kam profesionin tim, natyrisht nuk mund ta ushtroj këtu se s'ta krijojnë atë mundësi, paktën atë kohë s'ma krijonin, se tash ta tri që marrin studimin në Itali dhe jo krijojnë. Po në fushën e gazetarisë nuk të fuste kurrë, unë bëra përpjekje për ty në fushën e gazetarisë, do të thonë që duhet të bësh 2 vjet praktik pranë një redaksie pa pagesë. Mirë po, 2 vjet imigrant pa pagesë, kush do të paguante? Akoma pa pagesë është tirocinio, akoma. Po, atëherë, me se do jetoja unë, a kupton ti, kështu që lindi ky problem dhe unë pranova punë të tjera që ishin, më thonë, punë të pranueshme, jo të lodhshme fizikisht, punë pranueshme, isha të tërkohën në xhiro me punën që kisha, sepse shpërndaj materiale të qendrave të mëdha komerciale të Emilia Romagnas. Dhe isha sot një qytet, në një qytet tjetër shumë radhë, faktikisht me këtë unë kam njohur Italinë komplet, që nga... Mendoj se pas ke shijuar këtë lloj pune. Po, e kam njohur Italinë. Dhe pa të parasysh që ju thatë që keni një shpirt udhtim, keni për zemër udhtimet, mendoj se ju pas ka shijuar kjo lloj pune, pasi pa të kënaqësi. Unë kam njohur Italinë në detaj dhe më vonë nga Italia, më vonë vetëm Sardenja. Se me Sicilie që nga në Val d'Aosta, në kufim Austri, në Puglia, gjithë Italinë e kam shëtitur, gjitha qytetet, bile e kam qurë edhe Mosë, në gjitha ne dhe na më vonë vetëm Sardenja prakisht me shkuar. E njoh shumë mirë, kam natyrë kurioze që kur jam duke ecë për rrugës, shikoj një vend larg në mal, se më çfarë do ketë atje. Edhe e kthej makinën, shkoj e shoh një herë atje, pastaj vazhdoj udhtimin. Vetëm për ta njohur atje, kam qejf të udhtoj me makinë. Për shembull, ne në verën e kaluar bëm një udhtim me makinë shumë të gjatë nëpër 7 shtete të Europës, e bëm komplet në makinë. Me fjalë që nga Zvicra, Liechtensteini, Gjermania, Austria, Çekia, Hungaria, Austria edhe Slovenia. Dhe për gjitha këto, do të ishin 12 ditë duke ecur makinë, po ama të jep një kënaqësi të veçantë sepse
me makinë, shef, nalesh kudo, nalesh kur treqi gjë. E praktikoj dhunat e shpesh, me fjalë, kam praktikuar dhunat shpesh atë lloj udhëtimi. Të bësh me makinë gjithë atë ulësirën danubiane, ku shikon fush, që s'marrën kur male ti ke shumë larg në horizont. Ne kemi thënë dikur që fusha Mzyqes është e pafund. Fusha Mzyqes sot përpara Emilia Romajës ose përpara këtyre hapësirave të Danubit të duket një kopsht një shtëpie. Absolutisht. Kështu që janë hapësira që të pasurojnë shpirtërisht, të ndihmojnë, të kënaqen, të çlodhin, pra unë nuk e njeh lodhin makinë, unë s'kam problem të eci edhe 12-13 orë me makinë në ditë, nuk e njeh. Ka qelluar që kam qenë në Siçili me miqtë e mi nga Kosova, shkuam aty për një çmim që mora për përkthime dhe e kam bërë rrugën nga Siçilia në Trento, gati 1200 km brenda ditës pasi problem. Shumë bukur. Është më pëlqen këto lloj udhëtimesh, me fjalë, unë vetëm pjesën nordike se kam vizituar akoma. Se kam qenë edhe unë në Itali, Sloveni, Kroaci, Çeki, Prag, Sloveni, më thash Prag, Sloveni, Varshavë, pra e kam qenë to, se Belgjikën e kam këtu afër, Hollandën e kam këtu, se mbi thon kufi. Pra është gjë e bukur udhëtimi me makinë sepse ti njeh shumë kultura, shumë gjëra, shef gjëra që ndoshta as i ke menduar. Absolutisht. Duke shkuar edhe në ryshme, do të thonë, gjen edhe befasime të ndryshme. Për shembull, unë isha në një vend para disa vitësh në një vend kufi me Austrinë, me pushime, dhe aty bëhej një treg gjërash të përdorura. Dhe kur shikoj midis tjerash ishte një libër i Molierit në gjermanisht i shtypur nga shtypshkruani Gutenberg, këtu e 300-400 vjet përpara. Apo? Edhe ai libër që të merrte kush dorë, as të kishte hapur kush, ai shiteshe 50 cent. Wow. Imagjino që do ta kishe marrë 50 euro më tepër për problemin që kishte, a kupton, që ishte Gutenberg, a kupton. Që gjëra të tilla njeriu mund të gjerë. Ose kam shkuar për shembull në një fshat të Riminit një herë atje, dhe atje zbulova kam bërë edhe një shkrim kështjella që ha libra. Aty zbulova ishte një kapanon i madh në formë kështjelle me 4-5 kate, dhe ai ishte i mushur i gjithë me libra të pashitura që mblidheshin për të bërë karton. Ishin mbi 200 milion volume që ishin aty dhe që priteshin të bëshin karton. Dhe aty zbatimi ishte rreth 1 milion libra në vit, që bëshin karton, kurse tjerët me të ishin aty dhe shtoshin çdo vit. Pra ishte një gjë e frikshme që të trembë si ka mundësi që libri të përfundojë në këtë gjendje. Aty kishte nga këta bukunistë që shkonin, zgjidhin sa libra, shkonin merrnin shisin për në karela. Por për fat keq, sot lexohet shumë pak dhe shumë libra përfundojnë në karton, siç është Vëre këtu në Gjermani, profesor, kërkojmë ndjesë edhe dëgjuesve, por ne tash jemi në bashkëbisedim të lirë dhe normalisht shprehim ato çfarë ne dimë dhe çfarë ne shohim. Këtu në Gjermani vëre që në çdo edhe në supermarket, me fjalë, edhe në butik rrobash ka repart të librit, si dhe në qytetin tim, që është rreth 80.000 banor, është një qytet që thuaç rrethohet nga qytetet e mëdha, ka për vetëm librari të madhe 2 kate, ka edhe bibliotek, por ka edhe 2 dhoma të mëdha që hyn ose çon libra ose hyn e merr libër, lexon dhe e kthen prap. Pra nuk është askush aty. Thjesht është ambient me rafta, me libra, çojnë qytetarët libra ose shkon e merr, lexon dhe libra aty. Pra, dhe kam bërë re që këtu, sidomos të udhëtimet gjata, se s'po themi për këto udhëtimet e qytetit, po flasim për udhëtimet gjata me trena, autobusa, vëre rinin që janë me libër fizik në dorë, jo me laptop apo me telefon. Janë me libër fizik. Kjo është e bukur. Pa shumë e bukur, kjo më ka bërë përshtypje, pra këto dy gjëra më kanë bërë më shumë përshtypje, si thosh në Gjermani. Po, unë ka rastësisur këtu në janë 2 vende këtu në Rovereto, edhe në Levi Koterm, është i vend një buzë në liçetit, më ka bërë përshtypje. Ku në 2 parqe, në Leviko është trungi një pemë, trungi vjetë një pemë, i prerë nga brenda, i boshatisur nga brenda dhe kanë krijuar një dritare dhe kur shkon ti aty shikon të ekspozuara libra. Dhe si që të mund shkosh ta marrësh librin, ta lexosh, ta kthesh atje, një edita që në Rovereto, edhe këtu në një park,
kanë bërë një si kabinë të vogël. Sa interesante. Ku vjen libra dhe ti shkon, e merr librin, e lexon, e rikthen aty. Kupton dhe që për shembull, shikon njerëz që kanë libra të vjetër, dhe mua më pëlqen shumë kur gjej libra shumë të vjetër, se më pëlqen si e vjetër, lexoj edhe bestsellerë sot, me libra sot lexoj nga gjitha llojet, po veçanërisht më pëlqejnë librat klasik që janë për mua janë. Po patjetër se jemi arrit me ato. Jemi arrit me atë letërsi. Jemi arrit me to në vdes turra, kupton se bravo. Sepse ajo klasike, më thënë të drejtën, edhe sot lexohet mendja dhe vëre dhe rinin me fjalë, apo do që kanë me pasion. Profesor, unë Zvajkun e Qehovin, për shembull, i mbaj me komodin, mund t'i kemi lexuar 10 herë, megjithatë kur kam një mbrëmje që mund të jemi çik duhet çlodhëm, unë hap Amokun e Zvajkut, letra një spanjolle, janë që edhe pse kam lexuar e di, pa i silim tërheqja shumë sa më duket sikur e lexoj për herë të parë. Nuk besoj se gjen një të krahasuar sot me Zvajkun. Sa do bestseller të jenë. Se besoj se gjen. Unë kam patur fatin, kam qenë te shtëpia e tij që ka në Salzburg, shtëpia muze e Zvajkut, një gjë e jashtëzakonshme, aty kishte për jetën e tij, kishte gjëra të tjera, shumë gjë e jashtëzakonshme me fjalë. Edhe aty më thonë atë jetën e tij, që nga ajo dhe gjë në vdekjen e tij. Vërtet, profesor, të jam mirënjohës pafund që më ke ndëruar sot në emision dhe peshiroj në maksimum të bisedë kaq të lirshme, kaq shumë të plot, siç është mirënjohje pafund, se me futet një botë kërcësh tjetër. Por unë ju falenderoj juve, ju kërkoj ndjes dëgjuesve se ndoshta i mbajtëm gjatë, kupton, duke folur vetëm unë kështu, po jam mirënjohës që më ftuat në emisionin tuaj. Faleminderit shumë, edhe faleminderit dëgjuesve për vëmendjen kush ka dëgjuar. Për hir edhe të dëgjuesve. Po, Madjana, më fal. Profesor, doja thosha se po ju dëgjoja tek ju, ndërsa ju të dy u futët në temën e udhëtimeve të gjithave. Edhe Leo shkrua ndonjëherë poezi, jo aq të mira sa të tuat. Kush tha që të mira? E them unë se unë jam ajo që lexoj, jo që shkruaj. Edhe ndërsa po ju dëgjoja ju të dyve të flisnit për udhëtimet, e kuptova pse unë jam ajo që lexoj dhe jo ajo që shkruaj, sepse unë udhëtoj me avion. E po mirë. Ti shef nga lart. Unë nuk kam të tokë. Me avion ngelesh gjithmonë midis rreve, kurse me kështu me botimin e tjerë. Unë nuk kam të tokë, Madjana. Prandaj faleminderit që e bët këtë bisedën midis jush, se më bë të kuptoj pse, dhe tani do filloj, domethënë nëse nuk dua që të ngelem gjithmonë ajo që lexon, po ajo që shkruan ti hipi makinës edhe të filloj udhëtim. Është vërtet e bukur. Është udhëtim të frymëzon gjën frymëzime pa e kuptuar gjithanë. E kupton ja, unë për shembull u frymëzova tek ju dëgjoja dhe biles unë kam zgjedhur 3 poezitë e fundit çuditërisht, edhe e di cilat janë: Deje në Toskan, Në Sorrento me ty dhe Heshtja e detit, që flet pikërisht për qytete e udhëtime që profesori ka bërë në për këto vende. Faleminderit shumë, faleminderit. Jo ti Madjana, por çdo dëgjuesi që na ndjek, nëse do të shijoj diçka ndryshe, udhëtimi me makinë është vërtet special. Do të thotë të vizitosh qytete, vende, me avion, dakord, shkon më shpejt diku, por ai udhëtimi ka ato lezetet e veta. Ose të shkosh të vizitosh Pragën, vizitosh Varshavën, vizitosh Budapestin, është vërtet bukur. Dhe aq më tepër kur ke mundësi të ndalosh në shumë qytete derisa të shkosh atje. Se me avion shkon për një orë, por problemi se shikon thjesht atë qytet. Po t'ishte për mua, unë edhe në Kinë do shkoja me makinë. Ja, është bukur sinqerisht. U thash pra, mua vetëm vendet nordike më kanë ngel pa shkuar. Danimark, Suedi, Norvegji, pjesën këtej të Evropës, me fjalë pjesën e Mesdheut e kam shëtitur. Profesor, dua ta kthej pak bisedën, të dalim pak nga kjo bisedë kaq interesante, kaq e bukur, por edhe për hir të dëgjuesve. Duke patur parasysh një jetë të tërë që ju jeni marrë me publicistik, gazetari, shkrime, mbi 30 vite, si thatë ju edhe në diaspor, por mu më intereson si e shikon sot diasporën, sa e ka formëzuar, apo si e ka formëzuar mendimin e vetë diaspora?
Diaspora... Flasim gjithmonë në lidhje me vendinjen tonë, me Shqipërinë, me fjala, kupton, flasim, a jemi ne të lidhur aq sa duhet me Shqipërinë, a na është larguar Shqipëria ne, a jemi larguar ne Shqipërisë, pra duhet një këtë vështrim tëndin. Atëherë, sipas mendimit tim se ne jemi emigrantë dhe emigrantë përbëjnë diasporën. Ne jemi të lidhur të gjithë me vëmendjen, me vendlinjen si ata zojsh që bëjnë udhëtimin në vendet ngrohta dhe pastaj kthehen prapë te vendi i tyre, kupton. Pra, ai motivi që na kthen ne atje është malli që ndjejmë për atë vend, për vendin ton, për vendlinjen, për qytetet, për fshatet e Shqipërisë e gjitha këto. Dhe në këtë drejtim nuk mund të kritikohet ose qërtohet asnjë nga emigrantët në diasporë. Secili prej tyre në mënyrën e vet kontribon për atë dheun. Shkon atje, bën pushimet, ndihmon edhe ekonomikisht duke i shpenzuar paratë e fituara jashtë, duke i shpenzuar Shqipëri, ndihmon duke i shuar para familjeve të tyre dhe ato para shpenzohen në Shqipëri, pra ndikojnë në farë mënyre ekonomike. Dhe ky është një kontribut shumë i madh i diasporës. Dëshira e diasporës për mendimin tim, duke filluar që nga unë dhe punëtori më i thjeshtë dhe ai që është akademik i çfarë janë të tjerë artistë i famshëm në diasporë, janë që të ndihmojnë me gjitha forcat për atë dheun. Por ka një problem. Vendlinja na pret me njëjtin mall me të cilin shkojmë. Por është politika që është futur si diçka e ftohtë midis diasporës dhe atdheut, sepse politika mundohet ta shfrytëzojë diasporën në favor të saj, mundohet ta përdorë diasporën vetëm si remitant, vetëm si numër. Po ta përdorë në këtë mënyrë dhe jo t'i jap vendin e duhur. Mos harrojmë që ne kemi sot gjysmën e popullsisë shqiptare e kemi në diasporë. Atëherë, nëse do të kishim një vlerësim të mirë të diasporës, gjysmën e deputetëve të Shqipërisë duhet t'i kishim nga diaspora. Gjë që s'ka ndodhur dhe s'ka për të ndodhur asnjëherë, sepse politikanët që atje nuk i lëshojnë garriket kollaj, i duan për vete. Ndryshe është i çik Kosova në të drejtim që për mendimin tim është më përpara qoftë për formimin e shtetit, qoftë për respektimin e ligjeve, qoftë për krijimin edhe me vështirësi që ka patë kohë e fundit, por gjithsesi Kosova edhe pse është shtet më i ri se sa ne, është një shtet që ka shumë gjëra më përpara. Ka mentalitet evropian më shumë se sa çka vendirin, sepse tek ne është politika, ajo politikë e çmendur që është në Shqipëri, ajo politikë lufte, ajo politikë fyrjesh, ajo politikë që shikon në parlament, domethënë të vjen në veri të shikosh, është ajo që e denigron vendin tonë. Të kushte përfaqëson. Me që të hapi rrugët drejt Europës, po ja mbyll rrugët drejt Europës. Dhe në këtë aspekt ne jemi shumë keq si shqiptar, sepse ne këtu kemi një emër, kemi krijuar një imazh tonë në Itali, kështu për shembull, në Itali, ta themi sinqerisht, janë 45.000 shqiptarë që janë imprenditorë, që kanë krijuar marrëdhëniet e tyre. Pra i takon gati 1 në 10 është imprenditor, ka aktivitetin e vet. Dhe e dyta, në gjitha komunitetet e huaja që jetojnë në Itali, shqiptarët mbajnë vendin e parë për sa i përket derdhjes së taksave në arkën italiane. Kjo tregon që shqiptarët kanë hyrë me seriozitet, janë integruar mirë edhe në këtë drejtim, që tregon që ne vlerësojmë punën, i respektojmë ligjet, respektojmë taksat, edhe në këtë drejtim edhe shteti italian ka filluar dhe ka ndryshuar qëndrimin e shqiptarëve. Profesor, shiko, sepse duke patur parasysh tipin tuaj, pra formimin tuaj, jo thjesht tipin, formimin tuaj, ne kemi ardhur dhe ne jemi ky brezi që jemi rrit me vendindjen, jemi rrit atje dhe kemi ardhur emigrant. Dhe ne kemi një brez tjetër që ka lind këtu ose ka shumë i vogël këtu. Dhe pra ne jemi brezi ndërmjetëm që mund të bëjmë atë lidhjen me vendlindjen, me këtë të rind këtu. Dhe do doja të bëj një pyetje më konkrete. A i ka koha që diaspora mos të qahet më për politikën e Shqipërisë apo për çfarë ndodh në Shqipëri, pa i ka kohë që diaspora të marrë fatet e vendit në dorë, të ketë televizet vetën, të mlidhet, të bashkohet, dhe pse duhet të presim a do ndryshojnë ata atje, se sinqerisht e vjet turp kush të përfaqëson atë parlament që ndoshta zin të shkruajnë as emrin e vet, por shiqur që është një tastier kompjuteri, se ti japësh të firmos me lapse letra ndoshta s'di. Po, është e vërtetë, por ka një gjë. Unë zgjidhen e shikoj jo tek ne që jemi brezi vjetër që do të thosha që jemi gurë të themeleve, po janë këta që ngrihen mbi këto themele që jemi ne. Ta rritin në mentalitet tjetër, që janë
rritin me mentalitet perëndimor, kanë të tjera gjëra. Dhe ne këtyre duhet t'ju hapim horizontin. Për fat të keq, ne edhe pse jemi diaspor, jemi shqiptar. Jemi gjak nxehtë, jemi të tillë që nuk rrim dot pa politikën, nuk rrim dot pa politizuar, nuk rrim dot pa ju afruar një partie politike a një tjetre, dhe akoma nuk e shikojmë veten si një forcë e madhe që mund t'i thotë politikës shqiptare. Stop, se jemi ne këtu dhe me votën tonë mund të rrëzojmë qeverinë, mund të rrëzojmë këdo atje. Jemi forcë kaq e madhe. Kujtohet që bëri Kosova. Po, siç bëri Kosova. Ne këtu isha duke biseduar një herë me një senator italiane. Ne kemi këtu rreth 200.000 vota në Itali. Nëse ne do të bashkoheshim, të vinim kandidatët tonë, do të votonin për kandidatët tonë në parlament, ne sot mund të kishim 4-5 parlamentarë italianë. Por nuk e bëjmë këtë. Pse se bëjmë këtë? Sepse themi pse t'jetë filani, pra e kemi për inat filani. Për fat të mirë ka filluar të ndryshojë pak ky koncept të trit. Dhe sot për shembull ne sot kemi në Belluno kemi sindakën e parë shqiptare, një vajzë shqiptare që është bërë sindaka. Në shumë qytete të Italisë ashtu kemi këshilltarët e parë në komuna këtej. Kanë filluar ta kuptojnë, por gjithsesi prapë nuk e din se si duhet bërë ajo se bashkimi bën fuqinë. Për shembull, në vërtetë në zgjedhjet e funit kishin mundësinë të hynin 4 kandidatë. Por çfarë bën? Në vend që të vinin 4 kandidatë, u prezantuan 13 kandidatë shqiptar. Dhe të gjitha ato vota u shpërndan dhe shkuan në favor të italianëve. Kurse në Trento, për shembull, e bën më mirë dhe hyn 3 djem shqiptarë që ishin bashkiak. Pra, kur arrim të bashkojmë, arrim të bëjmë, ne themi, okay, të radhë në përkëshilli bashkiak do vëmë këto 4 përfaqësues diasporë dhe ti votojmë gjithë. Kjo më duket se është një problem historik i joni. Problem historik i joni. Kam drejtuar për gati 4 vjet Federatën e Shoqatave Shqiptare Itali, Federatën FNAI. Kam qenë presidenti i parë i saj. E kam marrë me 7 shoqata kur u hijua dhe kemi arritur që të kemi deri në 30 shoqata të bashkuara në një federat, duke filluar që nga arbreshët atje dhe në gjithë kufit nga në veri të Italisë së Jugut që tani ishin të shoqata. Dhe për 4 vjet kemi patur një harmoni, kemi bërë aktivitete të tilla që meten në kujtesë të njerëzve. Ne bëm 3 ditët e kulturës shqiptare në Mantova, atje ku Mantova për 3 ditë foli shqip, sollëm ansamblin e këngëve vallëve të Shqipërisë, atje ansamblin e Ulçinit, dhe ishte një gjë fantastike të shikoja ditë se sikur dolën të 2 ansamble në rrugët e Mantovas, të gjithë turistët e huaj që po shikojnë monumentet e Mantovas, i kthyen kamerat të gjitha, i kthyen nga grupet tona dhe erdhën në koncert që atë filmuan grupet tona. Ishte një krenari kombëtare. Përse të mos bashkohemi? Pasi i ka unë për fat keq, jo se ishte merita ime absolutisht, nuk duhet të nxjerr vetën tu. Kyri një grenjë midis tyre dhe siç në midis shqiptarëve pse ta ketë ky pse ta kaj, ajo tash është fragmentalizuar ajo federatë dhe është kthyer më poshtë se sa nga origjina që kishte me 5-6 shoqata. Po ekziston akoma? Ekziston akoma, por me sa dëgjoj unë më vjen keq ashtu se nuk do të askesh për ta duket. Jo, po ky është një problem. Profesor, ky është një problem historik, mendoj ne shqiptarë. Është problem historik, është problem që e ka përmend Fishta që thotë më përpara në bashkë thes me pleshtë se 3 shqiptar. Absolutisht, ky është problem historik dhe unë më thënë të drejtën, pra shpeshherë edhe në emisionin në radio po edhe kudo që ka mundësi të komunikoj, problemi është që ne do të harrojmë që edhe pavarësisht në Shqipërisë diaspora solli. Dhe që ose ne jemi këtu, unë mendoj jam plotësisht me fjalën tënde, që më duket se ky brezi i jon apo pak më i vjetër se brezi im po bëhet më shumë pengesë se sa të ndërtoj hapësira për këtë brez të ri që po rritet këtu, sepse ky brezi që është këtu pothuajse është i shkputur me Shqipërinë, me vendinjen, fatkeqësisht. Për ti përmendet pavarësinë. Aty e di që flamuri shqiptar që është ngritur në Vlorë, është sjell nga diaspora. Është sjell në Vlorë. Dhe për fat të keq ai flamur sot nuk ekziston. Ne kemi muzeun e pavarësisë Vlorë, nuk është flamuri i vërtetë që është ngritur në Vlorë. Sepse Orrëmbyje është djegur, e kanë djegur grekët. Po. Është histori, e kanë djegur grekët flamurin shqiptar. Pra ne flasim për një muze dhe nuk kemi fizikisht flamurin që është ngritur në 1912. Jemi duke folur për një shekull e 12-13 vjet.
Imagjino të tjerë që ruajnë dokumenta që para 3.000-4.000 vjet para Krishtit. Absolutisht. Kurse ne mburremi me mesharin e Gjën Buzukut në vitin 1555, kur bota ka filluar shkruaj, ka botuar libra që 5-6.000 vjet më përpara. Natyrisht ka që kemi takatin dhe do krenohemi edhe me formulën e pagëzimit, me mesharin, me këto libra që kemi. Para ma t'i kushtojmë kujdes, t'i ruajmë këto thesare, t'i zbulojmë se ka dhe të tjera në tokën. Çfarë po ruajmë? O profesor, shiko. Nga më të vjetit e Europës. Unë nuk duhet të kesh kuptohem nga asnjë dëgjues, por kushdo që të vijë në Gjermani, në oborrin në çdo prefekturë këtu në Gjermani është qerrja e Hitlerit. Ku shkruhet shkurt historia se çfarë ka bërë Hitleri. Ti ndoshta e ke parë kur ke vizituar qytetet gjermane. Tani, vjen fëmia im, nipi jot, fëmia e tjetrit, ku diun, çdo fëmijë shqiptar, i ri shqiptar, e çon i flet ti për Enver Hoxhën, lexon në Google, apo nëse nuk i flet ti, edhe mos i folsh ti, lexo vetë ai. Tani janë gjitha mundësi. Merre çon në Shqipëri dhe nuk e ku t'ja konkretizosh diçka. Po. Pra, le të jeti kesh më i kesh se Hitleri s'ka qenë kush. Por duhet ta di rinia, duhet ta di brezi se çfarë ka heq gjyshi i tij apo kush ka qenë. Është pjesë e historisë, është pjesë e historisë, mund të jetë pjesë negative, por është pjesë e historisë që s'ka këshillë. Absolutisht, nuk e bën dot të pabër. Patjetër, nuk Pra kjo është ai problemi. Edhe në Austri, po shkosh në Schönbrunn, në Vjenë, i ke të gjitha karrocat perandorake, ku ka shetitur Sisi, këto janë të gjitha trujta, për ceremonitë e dasmës, për udhëtimet diplomatike, për ceremoninë karrocat për ceremoninë mortore, gjitha ato. Të gjitha këto objekte përbëjnë histori më shumë se sa fjala. Ne mund të flasim shumë, por kur është objekti flet shumë më tepër. Shumë vërtet, shumë vërtet. Ndaj them të drejtën, më dhëm sinqerisht, dhe nuk e di pse duhet diaspora të jetë kaq e përçar. Pse duhet diaspora të jetë kaq e fragmentizuar, sepse ne jemi parë vazhdimisht reminancë ekonomike, tani shikojmë si reminancë votash, si numër, pranojmë të jemi numër dhe mos të mendojmë për këtë fëmijë, kemi ngel duke thënë, jo politika e Shqipërisë. Mirë, ne çfarë po bëjmë? Ne duhet bëjmë diçka. Politikanët vinë këtu vetëm në momentin kur ka nevojë për vota. Dhe ne, sipas menimit tim, në vend që t'i pristim me entuziazm, me kështu, duhet t'i pristim me demonstrata. Shumë vërtet. E ne ua japim ato vota për fat keq. Po, japim ato vota kot sepse dalim i presim, dhe le lën ti ditën e punës apo ditën e pushimit, madje edhe e paguan nga xhepi jot që të shkosh atje e të ngjenjej ai, të mashtroj ai dhe rrim tash jemi. Vinë mbajnë dy fjalime dhe nuk dëgjojnë asnjë nga diaspora, nuk vjen të diasporës flasin vetë dhe ikin, ato tjetër bën një takim edhe gëzuar. Jo, nuk është kjo lidhje që mund marrë me diasporën. E pastaj na ftojnë edhe në samite dhe ne prapin ligim. Po edhe samitet, nuk kam qenë samitet, janë thjesht spektakle politike. Absolutisht. Në vend që t'i bojkotojmë. Absolutisht, është një kështu si parat që bëhet aty dhe asgjë tjetër. Aty nuk diskutohet që cilat probleme ka diaspora, çfarë mund të jap diaspora për Shqipërinë, sa vetë nga diaspora mund t'i vëmë në parlamentin, në qeveri këtej që të jenë. No, problematika ku kemi thënë, se u kemi thënë edhe problematikat e mësuesve, të dokumentave të gjitha, por nuk duan të dinë. Pse duhet me vi nga Tirana? Shiko profesor, se pe bëjmë si bisedë kështu. Pse duhet me vi nga Tirana një përfaqësues diplomatik në Gjermani, tu qenë se këtu ka plot shqiptar të rinj në Gjermani. Pse mos jetë ai aty, të shkolluar? Që janë rritur kanë tjetër mentalitet, edhe po pra, që janë ekselenca. Gjermani, Danimark, në Itali, kudo, pse mos përdoret kjo lloj praktike, pse është një mënyrë për të afruar diaspora, për të afruar rinia. Sepse ata e urdhrojnë ambasadorin apo atë konsulin e tjetrin punojësin e emërojnë me dekret që atje. Dhe ai është i detyruar të shërbej ashtu si gjuan ata, se ndryshe heqet më 24 orësh. Kur të vesh nga diaspora, ai nuk është më në kërcënim ekonomik, ai e bën punën ashtu siç duhet në perëndim. Dhe këtë nuk e duan se u dalin jashtë kontrollit. Kjo është e keqja. Ne fillon me thënë në një fjalë te emisioni Ura, diaspora, dhe ata e mbyllën emisionin Ura. E vetmja urë që lidhte Shqipërinë me diasporën. Me vërtet. Me të mëshme. Me lejo profesor, më vjen për vetëm shumë falënderimeve dhe pyetjeve dhe përshëndetje që na bëjnë përmes
rrjetin tim privat. Më vjen një pyetje shumë interesante, thotë përshëndetje Leonard, thotë dhe moderatorja, sepse s'po më kujtohet emri, thotë respekt e pafund thotë për këtë person, thotë që sinqerisht po e shijoj emisionin e sonte, thotë dhe më keni lënë pa bërë punë, sepse unë në Kanada jam akoma bazdreke. Do thoja thotë ti bëj një pyetje thotë këtij burri që po më shijon biseda e tij. A mendon thotë se me integrimin në Evropë ne po humbim edhe identitetin kombëtar? Po ne s'kemi hyrë akoma. Okej, e para ne nuk kemi hyrë. E dyta, Edhe s'do hyrë. momenti që Shqipëria ndoshta ka sepse ndoshta ka pjesën me fjalë si rrezikon integrimi, nëse integrojmë apo ku diun tani. Por gjithsesi, e kuptoj, do të thënë duhet përdorim dy terma. Është termi integrim dhe termi asimilim. Integrimi është i domosdoshëm, asimilimi duhet t'i ruhemi. Sepse duke u asimiluar ne harrojmë pastaj. Okej, mbajmë këtu. Pikërisht këtu e ke kap atë fillin. Pra mbajmë këtu. Ne me gjithë këto probleme kaq sa e thamë në kaq pak minuta. A mendon se ndikon edhe në asimilimin? Atëherë, në qoftë se shumë familje shqiptare që kanë një mentalitet i çik inferior në asaj që jemi shqiptar dhe shpesh fakte kur kemi ardhur në fillim kishim atë që e kishin edhe për turp flisin shqip njerëzit nga që propaganda e vendit ku kemi vajtur ka qenë shumë negative për shkak të shembull negativ që dha shqiptarët në fillim. Ishte negative ndaj nesh dhe edhe fëmijëve nuk i mësohej gjuha shqipe. Tash me hapjen e shkollave shqipe mundësia është e tillë që fëmijët ta mësojnë gjuhën shqipe. Bile unë shikoj si një dukuri shumë pozitive dhe këtë kam nga përvoja që kam parë në për gjitha shoqatat ku kam shkuar dhe kemi hapur 50 shkolla shqipe në Itali. Fëmijët shqiptarë janë të interesuar, të vegjël, që 3-4 vjeç, janë të interesuar për vallën shqiptare, për kostumet, për gjuhën, edhe i njekin të shkolla shqipe. Dje për shembull ishte një fëmijë 4 vjeç që kërkon të çinte me çdo kusht të gjente një rreth vallës shqiptare për të mësuar vallën shqiptare. Kjo është shumë e bukur dhe kjo neve na mbron nga asimilimi. Do një bindu që këtë punë mund ta bëjnë vetëm ta brezatëri natyrisht me ndihmën e prindërve shqiptar, që të insistojnë të sillin librin shqip, të sillin pralla shqiptare, të sillin kostume shqiptare fëmijëve, të çojnë për këto aktivitete e shoqatave dhe kjo pastaj do të ndikojë të bëjë atë që kanë bërë Arbreshët për 500 vjet. Unë i kam vizituar shumë fshatet Arbreshe, aty përveç faktit që ke Skënderbeun në çdo fshat, në qendrën të çdo fshati ke monumentin e Skënderbeut, ata kanë mbajtur gjuhën për më shumë se 500 vjet dhe e kanë ruajtur këtë me fanatizëm. Kam patur një mrekulli kur jam ndodhur përpara shtëpisë së Deradës në Kalabri dhe një fëmijë 10 vjeç e knoi përpara me himnin e flamurit me gjuhën e sotme shqipe. Ishte 11 vjeç. Shiko, ne ka sjell Madiana, ne ka sjell Madiana 2 Arbresh në emision dhe sinqerisht na kanë lënë pa tekst komunikimi i pastër i tyre shqip. Janë të jashtëzakonshëm. Shumë e vërtet. Profesor, edhe një pyetje do të bëj për gazetarinë. Si shikon gazetarinë sot? E lodhe në fakt. Atëherë, gazetaria është një zanat shumë i bukur, është një zanat që kërkon mbi të gjitha përgjegjësi shpirtërore, përgjegjësi morale të gazetarit, që të ketë një përgjegjësi tin morale përpara kujdo tjetër, ketë personalitetin e tij dhe të di të jap atë informacion që i duhet lexuesit. Për fat të keq, duke njekur gazetarinë shqiptare sot, unë shikoj që ka degeneruar. Nuk i mohoj të gjithë ata gazetarët e mëparshëm që kanë punuar, gazetarët që kanë bërë historinë e gazetarisë shqiptare dhe që mbetën baza e gazetarisë së vërtet, por sot nëpër televizione, nëpër gazeta, gazetaria ka degeneruar. Unë shikoj për shembull drejtuesi i emisionit, i drejtohet kryeministit apo tjetrit me emër, Edi, për të emër ti. Ti gazetar në Shqipëri mund të ketë 20.000. Kryeministri është 1, deputet janë 150. Ti duhet të drejtohesh me terma zyrtare, zoti kryeministër, zoti deputet, zoti kryetari i opozitës. Po në fakt zoti atyre profesor
Ja, po është hierarkia, për të sa ke zgjell, është hierarkia. Është hierarkia, është i zgjedhur nga populli, ty si gazetar nuk ka zgjedhur Ja, të kërkosh. gazetarët duhet të bëjnë një sport po. Sidomos gazetarët e sotme që si ka zgjedhur kërkush i ka zgjedhur paraja, janë bit paras, jo bit për profesionit. Kjo është e keqe. Prandaj dëgjojmë atë mënyrë analizash që janë të neveritshme kur i dëgjon shkojnë deri në grushta në debat. Kjo është kulmi, kjo s'është më gazetari, kjo është rrugaqëri. Profesor, biseda me ju ka rrjell aq natyrshëm, sa që sinqerisht tani e pa shorën dhe sinqerisht e kam shijuar në maksimum dhe të kërkoj ndjes, por t'ja lëm fjalën Madianës, çfarë ka përgjigje sepse na premtoi edhe 3 poezi ta mbyllim në mënyrë më të ëmbël të mundshme. Dhe unë ndjeva shumë mirë në pranin tuaj. Jam mirënjohës profesor, sinqerisht të kërkoj edhe ndjes sepse është edhe fundjavë, është festë që kemi shkëputur edhe nga familja, por sinqerisht mirënjohje pafund. Muzën time e kam këtu pranë që po na dëgjon. Okej. Kam një që do t'i hap pastaj. Ju përshëndet edhe mosë, ju përshëndet emisionin, po e ndjek me shumë vëmendje. Respekte, faleminderit. Po rregull pra. Me qenë se jemi rregull me mozën, pastaj edhe me ty jemi shumë në rregull. Profesor, se vazhdon prap ky tani, se mbyll. Vazhdo Madiana. Jo, lashëm. Okej. Atëre. Dehje në Toskanë. Në përkodra breth nata në Toskanë romantike, ku dhe yjet vallëzojnë të dehur keq me verë. Këtu Da Vinci gjizit Gjokondën enigmatike, Botticelli dashuronte me Venerën në pranverë. Nuk di nëse Dante pa të vizituar Kjantin, ku dita në verë ja tret natës terrin, ku shkëlqimi dashurisë sfidon diamantin dhe parajsa e dehur fton në vallëzim ferrin. Ti nuk je Gjokond me buzëqeshje anonime. Verë rubin derdhet në përbuzët e tua. Syve të ndizen me mira vezullime, kur mi yt parfumon aromë molle ftua. I dehur prej teje, më shumë se prej mushtit, ylberin ta zbres si varse në krahëror. Gjithyjet ja vjedh udhës së qumshtit, një nga një i përshkroj me varse me dorë. U habit dhe hëna si kukuroshe e vonuar, si mace rëshqitit tjegullave të qatis, e dehur i zhvall, a e dashuruar, që vajti o ngull si lampi që Paris. Donte me shishën e verës do të shkrijem, Dante Da Vinci në shenjtërinë e tyre i le. E shkupëm mirditor dua të ndihem, me ty të bredhvreshtave, pa fjalë e pa zë. Shumë e vogël, shumë e vogël. Heshtja e detit. Çpati deti që i heshtur beti sonte, kësaj mbrëmje të bukur vjeshte në Vlorë. Ndoshta valza për ty xhelozonte, për rënkimin tënd të let dashuror. Sazani çfarë i përshpëriti Karaburuni, e me dallë gledhatare fjalën ja çonte. Mes përqafimesh ishte trembur gjumi, së bashku me ne dhe bregu dashuronte. Çpati dielli në mëngjes që u vonua, të dilte nga brezaret me ullinje limon. Ndoshta u manit prej hireve të tua, te kishe dalë si siren në balkon. Çpati deti që buzëqeshi kaltërisht, Sazania Karaburuni, pse na bën me dorë. Asgjë e dashur, na përshëndesnin miqësisht, e pyesnin, ku do të vini sërish në Vlorë? Këto janë udhëtimet e profesorit. Në Sorrento me ty. Ku njerëzit shëtisin bashkë me Perëndit, arome detit shkrihet në liqetësi biblike. Rrugët e lulishtet kanë më shumë dritë, kur zëri Karuzos des muzikën lirike. Pran pianos ku këngën thuri Lucio Dalla, mbi tastier ti lot si voglushe pa faj. Ndërsa nga muret si një bot me pralla, vin fjalët, ti voglio bene assai. Këtu ditët kalojnë plot diell e plot gaz, sa e di që kur të marrim rrugën për Trento, drejt Alpe shkrenare do na djeg nga pas, kënga e bukur, torna a Sorrento. Madiana, shumë faleminderit. Asgjë, mrekulli Faleminderit Diana poezia. për interpretimin, na kënaqet. Më bëre ti shoj poezitë e mia.
Faleminderit. Profesor, faleminderit. Jam e dashuruar me poezitë tua. Edhe mosa po duar troket nga këndi divanit. Edhe pse kam akoma çik zërin nga gripi. Ka gjë t'ingojnë bukur. Faleminderit. Profesor, unë të jam mirënjohës për që në nderove sot në emision dhe shpresoj që mos të kemi bezdiqur, por të kemi edhe herë të tjera dhe të flasim edhe herë të tjera dhe Absolutisht, jo. Faleminderit juve, një i nderuar, jo i bezdiqur absolutisht, dhe ju uroj gjithë të mirat edhe dëgjuesve të radios suaj, kudo që të jeni. shumë faleminderit dhe gëzuar Shën Valentin dhe Shën Valentin qoftë çdo sekond i çdo dite të jetës tuaj. Faleminderit shumë. Po Madjana, Po Leo, po e mbyllim, edhe unë po e mbyll me një urim, të gjithë besimtarëve gëzuar Shën Valentinin. të gjithë besimtarë. Besimtarët që besojnë në dashurinë. Ndoshta ka dhe nga ata që nuk besojnë, ku e di. Po besimtarëve gëzuar Shën Valentinin. Madjana besos e gjen më lehtë dashurinë. Ashtu, bravo profesor, këtë e themellon. Shumë faleminderit profesor, shumë faleminderit Madjana. Do mundohem. Faleminderit Leo. Faleminderit. Profesor Lazari. Natën e mirë. Natën e mirë, faleminderit. Natën e mirë. Të nderuar miq, ky ishte emisioni për sonte. Me të vërtetë unë e shijova në maksimum se ishte tamam një emision për natë feste, për natë Shën Valentinit, ku folëm për dashurinë dhe kush më bukur se profesor Ndue Lazari do na embelsonte këtë emision sonde, për të cilin jam shumë mirënjohës që ai u largua nga obligimet e veta, po nga ajo prezenca familjare dhe u përkushtu të ishte në emision me mua dhe me ne sonde, dhe besoj se kemi patur dhe mirë kuptimin tuaj për disa shaka apo për disa komunikime pak më ndryshe sonde, sepse sonde ishte totalisht një emision pa skenar, sepse të vetmi skenar kishte dashurinë, poezinë, pra të flisim pra dhe për gjëra të bukura. Po ashtu falenderoj edhe Madjanën që më ndihmoi direkt nga Padova duke lexuar poezitë të profesor Ndue Lazarit. Miq, shumë faleminderit, sinqerisht faleminderit për kohën që na dhuroni, për suportin tuaj, për mbështetjen tuaj dhe për gjithçka çfarë ju jepni në Window Radio. Emisionin e sot, më sikur e thash, pra mund të ndiqni në ritransmetim në orën 3 pas mesnatë apo në orën 21 me orën e Amerikës, Kanadas, pra me orën matan oqeanit. Po ashtu dhe ritransmetimi është nesër në orën 13 me orën evropiane, por mos harroni, ritransmetimi është vetëm në platformat e radiove, ku ne jemi të regjistruar pra në Radio Box, në TuneIn dhe në Radio Ship. Ju mjafton që t'i keni njërin nga këto aplikacione dhe kërkoni Window Radio, është pa pagesë dhe aty mund ndiqni emisionet live apo edhe muzikën që ne përzjellim për ju. Po ashtu është edhe website i zyrtar windowradio.de, si dhe Facebooku Window Radio.de. Faleminderit, ju uroj të gjithë dhe gëzuar Shën Valentinin, si tha Madjana, u uroj të gjithë besimtarët, pra të gjithë ata që besojnë tek dashuria, ju uroj gëzuar, por ata që nuk besojnë, u uroj që të besojnë dhe ta vlerësojnë dhe ta duan dashurinë, të vlerësojnë dhe të respektojnë njëri tjetrin. Unë ju lë në emisionin e radhës nesër mbrëma me të ftuar të tjerë. Më falni, nesër mbrëma nuk është Horizont, nesër mbrëma do jetë emisioni i Madjanës, Zëri i diasporës. Pra do jetë Madjana nga Padova me një të ftuar që ja ka përzjell. Unë thjesht do jem këtu sa për muhabet. Ju përshëndes, natën e mirë. Horizont nga Leonard Koja në Window Radio.de.